Gurbeti na mori zemrat. Gurbeti është si ajo dera e madhe që hapet një herë e pastaj mbyllet ngadalë pas nesh, derisa se ndjejmë më as zhurmën, e hapim me shpresë, me ëndra, me iluzione, por çdo hap larg shtëpisë na merr diçka nga zemra. Kështu fillon edhe kjo histori, një histori si shumë të tjera shqiptare, por me dhimbjen dhe bukurinë e saj të veçantë. Është historia e një familjeje që një ditë e kuptoi se gurbeti nuk të merr vetëm njerëzit, të merr zemrat, kujtimet, madje edhe zërat që si dëgjon më çdo mëngjes. Në një fshat të vogël, jo shumë larg qytetit, jetonte familja Berisha. Një shtëpi e madhe e bardhë me obor të mbushur me lule që i kishte mbjellë nëna e shtëpisë, Selvia. Nëna Selvia ishte grua e fortë, e mirë, e butë në fjalë, por e fortë në shpinë. Kishte rritur 3 fëmijë, Arianin, Lirën dhe voglushen e shtëpisë, Venerën. Bashkëshorti i saj, Ismeti, ishte njeri i urtë, aq i urtë sa dhimbjet i mbante brenda, derisa ndonjëherë vetëm i dridhej buzëqeshja. Jetha shkonte pa shumë ndryshime, një ditë punë, një ditë gëzim, një ditë hall, por një gjë ishte e sigurt, shtëpia jehonte prej zërave të fëmijëve. Deri ditën kur Arianin, djali i madh, vendosi të ikë në Gjermani. Vetëm për disa muaj, tha ai, me punu pak, me u kthy, me u rregullu, s'ka më zgjat shumë. Nëna Selvia e bekoi me zemër të thyer. Babai nuk foli shumë, vetëm ja rregulloi xhaketën të qafa dhe i tha: "Shiko, djali jem, molli të shtije, por mos u thye." Ariani iku. Pak muaj u bën një vit u bën 2 dhe gurbeti mori djalin e parë të shtëpisë. Vitet kaluan, Lira oret, u bë vajzë shkolluar, energjike, plot ëndra, por ëndrat shpesh nuk gjejnë vend në fshatrat ku jeta matet me të ardhurat e vogla. Lira dëshironte të studionte dizajn, art, të jetonte në një shtet ku ngjyrat nuk mbaronin, dhe një ditë, me zemër që e mbonte frymën vetëm për të mos qarë, tha: "Mam, edhe unë po shkoj te Ariani, atje ka mundësi, ma jep halallin." Nëna Selvia e përqafoi fort, shumë fort, aq fort sa mendohej se mos e mbante për gjithmonë. "Nëna, ta jep halallin," i tha ajo, "veç mos harro rrugën për në shtëpi." Dhe kështu gurbeti mori edhe zemrën e dytë të familjes. Venera ishte më e vogla, e ëmbël, e qeshur, plot gaz, po kur 2 vëllezërit e motrat ikin, fëmiria thyhet më shpejt. Ajo u rrit duke parë nënën me sy të skuqur nga pagjumësia, u rrit duke parë babain që rregullonte gotat e kafes si për të mbushur bushllëkun në tavolinë, u rrit duke dëgjuar video thirrje: "Apo na dëni?" "Shumë," përgjigjeshin ata. Dhe një ditë, kur u bën 19 vjeçe dhe Venera mori rrugën e njëjtë, drejt Austrisë, tek shoqja e saj që i premtoi punë e strehim. Kësaj radhe edhe shtëpia u errësua më shpejt se zakonisht, as zëri i zogjve nuk dukej më i gjallë në obor. Vitet vazhduan të ikin, shtëpia e madhe u mbush me fotografi në mur. Nëna Selvia flinte me telefonin gjitur me jastak. Ismeti dilte çdo mbrëmje te porta, thua se dikush do të vinte. Telefonatat vinin, por s'kishin erë. Video mesazhet vinin, por s'kishin përqafim. Festat bëheshin, por askush nuk ndërronte dhoma. Askush nuk zhurmiste këpucët në korridor. Dhe çdo herë që i jepte dikush në një lajm për një të ri që ishte kthyer, nëna Selvia thoshte: "Lum ajo nën që e pa djalin në derë, se gurbeti na i ka marrë zemrat." Një dimër të ftohtë, një dobor që nuk pushonte, një erë që të merrte veshët, nëna Selvia pëndiste sobën kur i ra telefoni. Ariani, Lira, Venera, të 3 bashkë në video. "Nan," tha Ariani, duke mos e mbajtur dot buzëqeshjen. "Si je?" Mirë more nana, po molli po m'vret." "Apo e hap derën?" tha Lira. "Çka me hap?" tha e hutuar. "Derën, se jemi të ardhë." As që e përfunduan fjalin, kur dikush trokiti te dera, një trokitje e fortë, e pastaj një tjetër, e pastaj të 3 zëra të njohur. "Nano, hape!" Ajo nuk mbante më veten, vrapoi, "Çau," u dridh. I hapi dhe aty ishin, të 3 fëmijët e saj,
Zemrat që ja kishte marrë gurbeti, tani u kthyen. Babai Ismeti doli ngadalë, me lot të heshtur duke i përqafuar pa asnjë fjalë. Shtëpia u mbush sërish me zëra, me qeshje, me erë ushqimi, me jetën që kishte munguar. Dhe atë natë të ftohtë, nëna Selvia po shpëriti. Gurbeti na i mori zemrat, por Zoti na i sjellli prap për një natë. Të nesërmen, prindrit i gjetën 3 bileta aeroplani mbi tavolinë. Data e kthimit në punë. E dinin se fëmijët nuk do të qëndronin gjatë. Jeta i kishte lidhur me botën tjetër, me punën, me shansin. Por ajo natë, ai përqafim, ai gëzim mjaftuan t'i bushin zemrat e atyre të lodhura, mjaftuan t'i kujtojnë se dashuria nuk humbet, vetëm largohet pak. Mjaftuan t'u japin forcë për të pritur herën tjetër, kur dera do të trekiste sërish, sepse kjo është jeta e mirë a familjeve. Gurbeti u amer zemrat, por shpresat u ambon gjallë.